Nuk ka kushtari i paroj tjetër, këto janë, ne nuk kemi tjetër, nuk kemi nga i marrën tjetër. Domethënë, domethënë, zyrtarisht është parlamenti i Shqipërisë, ai që ne votojmë, institucioni përgjegjës që duhet ta marrë situatën në dorë. Pra të duhet ndërtojë një agjendë të mirëfillt, masi të ketë vlerësuar çka ka ndodhur, se mas 10 vjetëve çdo shtet e bën një kështu më, e bën një pit stop, e bën një frimarrje, ja thotë, "Pek njëherë çfarë bëm gabim ne këtu? Apo e kemi bërë mirë?" Dilet me një konkluzion zyrtar njërë. Këtë që themi ne nëpër media, duhet i thotë zyrtarisht shteti, parlamenti, bën një vlerësim, zgjedh një sistem vlerësimi dhe thotë çiko, reforma ka bëri 10 vjet. Çfarë pasojash më krijoi? Ai realizum objektiva që krijuam që në fillim, që kishim që në fillim? Nëse si kemi realizuar, ku dështuam? Sepse nga kjo analizë do të marrësh edhe me konkluzionet e duhura dhe përpasoj do gjesh dhe instrumentet e duhura. Se është një fjalë goje të thush kjo s'bën. Kjo është ti bie shkollë, kjo s'bën, iko tani kjo. Po iko tani po çan do. Ndërkohë gjërat nuk ikin kaq kollaj. Sistemet nuk ikin kështu me 24 orë. Sistemet bën sot dhe krijojnë pasoja afatgjatë. Sepse kanë marrë njerëz në qafë, ose do vazhdojnë të marrin njerëz në qafë. Dhe kjo është një gjë që nuk korrektohet me një tërët lapsit, por të paktën duhet filluar. Duhet filluar. Dhe ka punë për të bërë pafund. Për mua, e gjithë drejtësia penale duhet ridizenjuar dhe duhet vendosur në një sistem të pastër akuzator. Çfarë do të thotë kjo? Prokurori dhe avokati janë njësoj në gjyq, kanë të njëjtat mjete, të njëjtat instrumente.